Një zjarr i fuqishëm ka përfshirë magazinën e kompanisë Agris, e cila ndodhet në rrugën e Sollanës në Ulqen. Flakët që shpërthyen me intensitet të madh u përhapën me shpejtësi në objektin industrial, duke krijuar panik në zonën dhe duke vënë në alarm të gjitha shërbimet emergjente të qytetit. Tymi i dendur dhe flakët e larta u pan nga disa pjesë të qytetit. Në vend ngjarje ndërhyn menjëherë zjarrfikset e Ulqenit, të cilit së bashku me cisternat e ndërmarrjes komunale filluan një betejë të vështirë me flakët. Situata u vlerësua që në minutat e para si serioze dhe për këtë arsye në ndihmë u thirrën edhe forcat zjarrfikse nga qyteti i Tivarit. Kryeshefi i zjarrfikseve Abdullah Nimanbegu deklaroi se morën të gjitha masat e nevojshme për të shuar këtë zjarr. Telefonatën e parë kena fituar dje rreth 2:25 pasdites dhe menjëherë domethënë në intervenim janë nisur 2 ekipe të zjarrfiksave, 2 kamiona edhe 10 zjarrfiksa. Mas intervenimit domethënë të parë kanë ardhur edhe 2 ekipe tjerë nga bazat që e kemi në anë të malit, po ashtu mas një kohë domethënë i kena lajmëruar kur e kena pa që situata ka dalë jashtë kontrollit, i kena lajmëruar edhe shërbimin mbrojtjes dhe shpëtimit nga komuna e Tivarit, ku edhe ata kanë ardhur me 2 ekipe të zjarrfiksa. Cilat ishin shkaqet kryesore për këtë zjarr? Nuk mund të dim konkretisht cili shkaku i zjarrit, por mund të themi që ka pas dëme të mëdha materiale, për fat të mirë nuk ka pas njerëz apo persona apo punëtor të lënduar, kështu që kemi arritur që të shpëtojmë objekte që kanë qenë rreth rrotull me objektin ku ka filluar zjarri. Sfida më e madhe ka qenë sepse objekti apo vet malli që ka qenë në objekt kanë qenë kemikalje të ndryshme dhe shumë si të them shumë të kollajshme për të marrë flak, kështu që ai ka qenë problemi më i madh. Domethënë shuarja e zjarrit ka qenë problem. Domethënë ne konstant jemi fokusuar aty, por siç e shihni ala domethënë ekipi i shërbimit të mbrojtjes dhe shpëtimit janë në terren që dje dhe ala vazhdon domethënë brenda objektit që të digjen ato sendet pa rreth 4 orë, rreth 4 deri në 5 orë, dhe ka vazhduar të digjen brenda gjatë gjithë natës, por është mbajtur nën kontroll që të mos dalë jashtë, domethënë. Keni pasur ndoshta edhe përkrahje të tjera të institucioneve të Ulqenit që mund të vinë ndihmë në këtë ngjarje? Po. Na ka ndihmuar komunale, domethënë shërbimi komunales, policia komunale, policia shtetit që kanë bllokuar rrugën kryesore që të mos bëhet domethënë ndonjë bllokim i rrugës, po ashtu edhe qytetarët që kanë ardhur në ndihmë, personat privat që kanë automjetet e tyre që shesin ujë me cisterna na kanë mbushur me ujë, persona të tjerë fizik. Cili është ai apel që ju bëni gjatë sezonit veror për mos të vim deri tek këto situata? Po çka i përket objekteve, domethënë ngjarjes që kanë ndodhur dje, që apelojmë që të bëjnë sigurimin me mjete për mbrojtje nga zjarri të komplet objekteve, që nëse domethënë vjen deri ke kjo ngjarje, barem ta parandalojnë deri që të vinë ekipi i zjarrfikseve. Në vendin e ngjarjes nuk mungoi as prania e forcave të policisë komunale, të cilat u angazhuan për të rregulluar qarkullimin në zonë dhe për të ndihmuar në evakuimin e qytetarëve të afërt. Kryeshefi i policisë komunale Amir Mehmeti foli për rolin e shërbimit të tij në menaxhimin e situatës. Ju si polici komunale si arritët sot të organizoheni për të shpëtuar dhe për t'ju dalë ndihmë në kësaj situate të jashtëzakonshme sot? Për fatkeqësi e keni pa edhe vetë sa të udhëq ky objekt. Ne si polici komunale menjëherë si kena pa tymin, kemi ardhur në vendngjarje, kam thirrë kolegët që ndrimit parë të vazhdojnë punën dhe që mos vinë deri te një bllokim i kësaj rruge, përse na kanë ardhur ndihmë edhe nga zjarrfiksat e Tivarit, ashtu që ne kemi bërë pastrimin e rrugës që të jetë e lirë dhe të vinë të zjarrfiksat të mundsohet rruga dhe
vendit to për fikjen e këtij objekti. Zjarri në magazinën e kompanisë Agris në Ulqin u përballua me sukses falë ndërhyrjes së shpejtë të zjarrfiksëve, ndihmës nga Tivari, koordinimit të policisë komunale dhe solidaritetit të banorëve. Ngjarja tregoi rëndësinë e bashkëpunimit në situata emergjente dhe nevojën për gatishmëri të vazhdueshme të institucioneve.